Hadha khalqullah. Allahu thot në Kur'an, kjo është krijimtaria e Allahut. Fa aruni madha khalaqa alladhina min duni. Më tregoni se çka kanë krijuar ata zotra tjerë që njerëzit i besojnë. Nuk ka dhunti më të madhe se sa. Dhe çështja kryesore që Allahu flet në librin e tij, mund të jetosh ndoshta shumë i pasur, mirë po nëse ke humbur Allahun, një ditë edhe atë pasuri, atë bukuri, atë shëndet, i vje fundi. Të ndërshëm vëllezër, po jetojmë pra atë çastet, momentet më të mira të jetës sonë. Kjo është të jetuarit me Allahun, me adhurimit ndaj Allahut subhanahu wa taala. Në muajin e zbritjes së Kur'anit familjar, në muajin e zbritjes së imanit, në muajin e zbritjes së besimit, sepse çështja kryesore që Allahu i lartëmadhëruar e ka zbritur në librin e tij në Kur'an është besimi në Allahun. Dhe çështja kryesore që Allahu flet në librin e tij është se Allahu flet për vetveten e tij. Andaj ky libër, ky Kur'an që është mesin ton, është fjala e Allahut, e që Allahu flet për veten e tij. Allahu i lartëmadhëruar flet për fuqinë e tij, flet për lartëmadhërinë e tij. Ai është Allahu me emrat e bukur, me cilësitë e tij të larta, me krijimtarinë që nuk ka dorë askush në krijimtarinë e tij përveç tij. Hadha khalqullah. Allahu thot në Kur'an, kjo është krijimtaria e Allahut. Fa aruni madha khalaqa alladhina min duni. Më tregoni se çka kanë krijuar ata zotra tjerë që njerëzit i besojnë. Ky është Allahu subhanahu wa taala, Zoti vetëm që meriton të adhurohet me të drejtë, Zoti vetëm i pa fillim dhe pa mbarim, krijuesi i qiejve dhe i tokës, krijues i xhenetit dhe i xhehenemit, krijues i asaj që e shohim dhe nuk e shohim ne me sytë e tanë. Ai i cili zbriti librat e tij, ai i cili dërgoi pejgamber që njerëzit të dinë se një Zot i vetëm është që duhet të adhurohet, duhet të besohet, duhet të nënshtrohemi. Ky është krijuesi i botrave. Andaj i gjallë, të ndershëm vëllezër, është njeriu i cili lind, jeton në jetën e kësaj bote dhe nuk e shijon adhurimin e Allahut. Nuk e shijon adhurimin e Allahut. Lind dhe vdes dhe nuk e ka shijuar, nuk e din çka është me besuar, çka është me adhuruar Allahun. Andaj neve Allahu i lartëmadhëruar, të ndershëm vëllezër, na ka gradu. Ne jetojmë këtu në mes, jetojmë në Evropë, ku ka pabesimtar. Apo? Mirë pa Allahu na ka zgjedhur si popull për ta besuar Allah. Edhe në djathtë, edhe në shmajt, edhe në lindje, edhe në perëndim ka njerëz që janë më afër me qabën. Mirë po nuk janë besimtarë. Walakin Allah habbaba ilaykum al-iman. Allahu kështu ja bëri juve të dashur imanin. Wa karraha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-isyan. Dhe ja bëri juve të urrejtur kufrin, mohimin, mëkatet. Andaj vëllezër të ndershëm, për këtë begati të imanit duhet falenderohet Allahu shumë. Nëse ne nuk e falenderojmë Allahun për këtë dhunti, dije që jem të gabu. Nuk ka dhunti më të madhe se sa me besuar Allah. Pasuria, shëndeti, krejt njeriu mundet me jetu edhe pa to, dhe në fund vdes, po nëse vdes me iman, me besim, shkon
tek Allahu dhe futet në xhenetin e tij. Mund të jetosh ndoshta shumë i pasur, mirë po nëse ke humbur Allahun, një ditë edhe atë pasuri, atë bukuri, atë shëndet, i vje fundi dhe vdes, mirë po mbetesh përfundimisht në zjarr të xhehenemit. Andaj a ka dhunti më të madhe se sa dhuntia e imanit? A ka s'ka? Nuk ka vëllezëri. Për këtë arsye i dërguari ynë